Mirdita, qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë ndëruan në mënyrën më madhështore, më solemne, më dinjitoze. 22 marsin, ditën e parë të demokracisë, me demonstratën e tyre të fuqishme në kushtet një narkodiktature, autokracie elektorale apo diktatura autoritare, shqiptarët treguan dje se janë të pamposhtur nga kjo narkodiktaturë. Mendoj se me protestë e tyre, përfaqësuar revoltën, zemrimin e një kohë mbi të tërë, kur ndonjëherë me fuqishme kryengritja paqësore e shqiptarëve se sa dje nuk ka qenë në rrugët e Tiranës. Mesazhi është i qartë. Në Shqipëri, në kushtet e autokracisë, të sundimit e Edi Ramës, nuk ka dhe nuk mund të ketë më paqë dhe stabilitet. Betejë jonë do njohë vetëm ngjitje. Ajo do përfshi të gjithë Shqipërinë. Dhe do të jetë e pandërprerë gjerë në largimin përfundimtar të kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Ndaj dhe unë kam një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ata 10.000 qytetarë që mbushen dje rrugët dhe bulevardet e Tiranës dhe protestuan në mënyrë dinjitoze. Shprehen zemrim në tyre ndaj këtij regjimi. Kam një mirënjohje të pakufishme ndaj mediave që e përcollën atë, por në veçantë ndaj mediave ndërkombëtare. Pas luftës në linje të mesme, lajme kryesore në mediat ndërkombëtare është protesta e qytetarëve shqiptarë ndaj regjimit të korruptuar të Edi Ramës. Dhe këto lajme të përhapura në mediat më të mëdha të botës, të transmetuara nga agjensitë më të mëdha ndërkombëtare dhe gazetat më të mëdha rrjetet televizive, janë mbrojtja e dinjitetit të qytetarëve shqiptarë, mbrojtja e dinjitetit të Shqipërisë. Me këto lajme, mediat ndërkombëtare u faktojnë kombeve dhe vendeve të tyre. Se vërtet në Shqipëri ka një Ramaduro, ka një kryeministër i cili nxjerr veten mbi ligjin për vjedhjet që ka bërë. Përdor mandatet e tij si thika kundër ligjit dhe shtetit, mandatet e krimit. Por ka një popull që nuk pranon këtë. Ka një popull që ngrihet fuqishëm si vigan kundër tij. Ndaj dhe ne vazhdojmë rrugën tonë gjerë në largimin e kësaj organizate kriminale nga pushteti, e cila nuk ka zero legjitimitet. Ka dal nga farsë elektorale e certifikuar. Ka vjedh miliarda euro dhe tani ka sfundi bllokoi drejtësinë. Ne jemi të bindur se në këtë mënyrë ne jemi interpret të gjithë shqiptarëve që jetojnë pavarësisht nga bindjet e tyre, por që jetojnë me djersën e mundin e tyre. Kështu që betejë vazhdon edhe më fuqishme, do të përhapet, do të njohë nivele të reja. Nuk ka më paqë dhe stabilitet për hajdutrit, për narkozyrtarët shqiptarë. Gjerë me rikthimin e votës së lirë shtetit ligjor. Faleminderit. Zoti Berisha thatë se protesta opozitës do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, po paralajmëroni që do të ketë protesta krahas Tiranës edhe në qytete të tjera të vendit dhe do të ketë radikalizim të lëvizjes opozitare. Do ketë kudo protesta. Aty ku është pa kënaqësia do ngrihet protesta. Regjimi do të përballet në të katër anë të vendit me qëndresën e fuqishme popullore.
Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV, ka patur një reagim të ambasadës gjermane ditën e sotme, duke qenë se po themi një nga risit e protestës dje ka qenë edhe ngritja e flamujve gjerman, por duket se ambasadës gjermane nuk i ka pëlqyer dhuna në protest, duke deklaruar se duhet të distancoheni me njëherë, udhëheqësit e protestës duhet të distancohen me njëherë, si përgjigjeni? Ne jemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, por një gjë mund të them, në qoftë se në këto protesta ka patur me 10 demonstrues të plagosur nga dhuna policore, nuk ka patur gjersot asnjë polic të plagosur. Kjo është e vërteta. Por ne mbetemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, sepse jemi të bindur se nëpërmjet saj realizojmë më mirë qëllimet tona. Ndaj dhe ne nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë përkundrazi. Ne kërkojmë të vazhdojmë me moton paqësore. Ne mos harroni, në kushtet e një grushti shteti janë të ligjshme të gjitha mjetet, por ne qëndrojmë tek mjetet paqësore. Edhe njerë në kushtet e një grushti, në kushtet e marrjes pushtetit drejtësisë nga ekzekutivi për ligjet çdo mjet, por ne qëndrojmë tek kryengritja paqësore. Kjo është e tëra. Ne dhunën më të madhe konsiderojmë dhunën më të madhe ndaj këtij populli marrjen e pushtetit të drejtësisë nga pushteti ekzekutiv. Kjo përbën një dhunë të tmerrshme kushtetuese. Për ne dhunë të tmerrshme ndaj këtij populli është Olta Xhaçka në parlament duke hedhur poshtë 2 herë urdhën e gjykatës kushtetuese. Për ne dhunë të tmerrshme ndaj këtij populli është bllokimi i drejtësisë ndaj për arrestimin e Lubi Ballukut për shkak të Edi Ramës. Për ne dhunë të tmerrshme është mos arrestimi Linda Bashës, e implikuar këmbë kokë në aferën e Akshit. Për ne dhunë të tmerrshme është lëvizja e lirë e Ergjys Agasit dhe thua dhe vizitat e tij në Surrel, për cilat duhet bëhet hetim. Këto janë dhunë të tmerrshme ndaj një populli, sepse janë dhunë ndaj ligjeve, ndaj kushtetutës, ndaj themeleve. Ndaj dhe ne, me të gjitha këto, ne qëndrojmë në moton e protestës paqësore, jo se, nuk e dim, por ne besojmë se dhuna nuk na shërben. Ne besojmë se në rrugën paqësore ne realizojmë më shpejt dhe më mirë qëllimet tona. Dhe ju i shifni mediat ndërkombëtare çfarë pasqyrimi të shkëlqyer i bëjnë protestave të Shqipërisë. Pra, jemi në kushte, nuk jemi në kushte të një vendi me demokraci, jemi në kushte të një vendi që ka humbur, është zhytur thellë në një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare. Megjithatë ne nuk bëjmë thirrje dhe jemi kundër protestave të dhunshme, ne jemi për kryengritjen paqësore, jemi përcaktuar për këtë. Por po të jetë për dhunën më tegër ndaj njerëzve e ka përdor policia. E ka përdor policia, e cila ka gjojt me pluma gome në ballë, në kokë, dhe dje ishte ai që ishte në spital, Gremi, Denis Gremi, ishte viktime një goditje të rëndë në kokë, pa asnjë lloj shkaku. Pra, të kuptohemi, unë nuk them se s'ka patur element tek këtu, por nuk ka asnjë polic të plagosur. Dhe djes inskenimi i turpshëm i Edi Ramës. Çfarë kishin bërë dje, që ta dini ju? Kishin çuar 5 policë dhe i kishin shtri në ato shtrejt, po ata s'kishin gjë. Gjveshen mjek, të isha unë atje, edhe s'kishin asnjë plag, asnjë gjë. Shkoj dhe na muaj, absolute kjo, se mund të duke po. Shkoj ky shanatari, për t'i dhënë pompë për thënë, po
Dhe Rama u bërë gati të nisë, u bëra unë gati të nisë të dëshmoja shqiptarëve që këta po mashtronin. Politikën, nuk qëndruan se zdonin të bërëshin kukula në një skenar të turpshëm, s'kishin as një gjë. Shkova takova mjektjo, s'kishin as gjë të regjistruar. Imagjinoni ju, duan të inventojnë, jo, pse nuk ka dhunë, sepse ka porosit, mos ketë dhunë. Sepse është paqësore protesta, pa shumë thjesht të bësh dhunë. Gjë me thjesht. Por ne kemi këtë platformë. Berisha, ndërsa zgjedhjet në Partinë Demokratike po afrojnë, krahas rikandidimit tuaj për kryetar, Ervin Saliani ka shfaqur dëshirën për të kandiduar. Pyetja është, a lejohet Ervin Saliani të kandidojë? I vetë përjashtuar ishte i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani, pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo ate, kjo s'është puna ime. Birsimet ka ndodhë dhe ndodhin gjitha kohrat. I gëzofshin ata që birsojnë. Kaq është puna. E birsur, hiku, mori fund. E gjani vetë, ju shifni vetë. Shifni vetë, pra. Po e birsun. Po të mos birsohaj, do ishtaj. Zoti Berisha, a nuk është... Të lutëm tani, se nuk kam kohë me problem. Zgjodhi vetë birsimin, iku mori fund. Pra, zgjodhi birsimin. Tani. Pyetje tjetër? A është shenjë frike kjo nga ana juaj për të patur Ervin Salianin përballë, sepse shumë kush mund ta shohë edhe si shenjë frike. Mund ta lini të kandidojë dhe të shihni se sa mbështetje ka. Tani e thatë gabim këtë, se unë që është e vërteta, kam shumë kënaqësi të kem rival. Dhe në gjitha korat, unë kam patur rival. Po, kur tjetri birsohet, bën zgjidhjen e tij. Politikisht e kam fjalën, se jo kështu sa i ka prindet e vetë dhe politikisht, e ka bërë tani, s'kam që po ju. Tani, për djenime që po jemi këtu. Që ta dini gjithë. Një ditë me vjen nga burgu në zyrë. Se mirë është me qënë se hapë bisedën. Dhe me thot, era të marrë një mendim. Çfarë mendimi i themu? Urdhë, e prita mirë, sigurisht. Kemi bërë gjithçka për ta cilësuar të burgosur politik dhe e ka merituar plotësisht. Çfarë mendimi? Urdhë, i thëmë. Tani thot, më ka ngel 3 muaj burg. Për të dalë, më takon me dalë si pas ligjit, por kërkojnë nga unë një deklarat në të cilin duhet të garantoj se nuk do të vras Fatmir Xhafën. Po, kush ta kërkon ty këtë? Ma kërkon gjykata për të firmos dhe drejtoria e burgut. I thamë unë, po ti je i burgosur politik, ti s'ke punë me Fatmir Xhafën aty. Nuk je zan, nuk je sha, nuk je raf me Fatmir Xhafën. Dhe ti i them unë, me që po më pyet mua, unë të këshilloj që një deklarat të tillë të mos e bësh. Sepse kjo ti merr fajsi në këtë mes. Të thuash që unë s'kam normen të vras Fatmir Xhafën, do të thotë që Fatmir Xhafa të burgosi ty se ti e ke kërcënuar me radhë. Kjo është e vërteta që ta dinë shqiptar, ta dinë që të gjithë, dhe demokrat dhe ata që po. Dhe por unë i them se natyrisht ai ishte në burg. Dhe unë nuk mund mirja përsi për t'i thoja më shumë se kaq. Këshilla ime është që ju të mos e firmosni, se kjo të fajson dhe të mbet t'i e i rinë karrierë dhe ke karrierë për para, si do më firmosë ti. Mirë tha, iku. Doli, erdi. Qarë bërë me atë? Jo, tha, nuk ma kërkur ma. Tani, tjerat lexoni vetë. Kështu që nuk është përgjegjësia ime për atë që birsohet politikisht këtu apo aty apo këte apo andaj, ka bërë zgjedhjen e tij. Por
Pyetje tjetër? Dakord, atëherë. Denoj edhe njerë, nëse partia ka bërë një deklarat, shpall Carlo Bolinon, super mafiozin numër 1 të mediave shqiptare. Me aktin e tij ndaj gazetarit veteran, realisht të pavarur, Babaramo mund tjetë nga më të paktit gazetar të pavarur të këtij vendi, të cilin për pavarësin që ka treguar, e ka ndjek nga një studio në studio tjetër, ndonë se ka mbetur i njëjtë. Me këte akt, Bolino shpallet armiku numër 1 i fjalës së lirë dhe super mafiozi i mediave në Shqipëri. Ky do jetë qëllimi i Partisë Demokratike ndaj këtij personi. Natyrisht, kjo nuk ka lidhje me gazetarët e tjerë të atij rrjeti televiziv apo grupi mediatik. Se ka sulmuar televizionin, jo se nuk ka sulmuar apo duhet Të lutem, nuk ju ka akuzu ju Babaramo. Nuk ka thënë që zonja Maloku ka ardhur ka kërkuar këtë apa. Mos kynë midis dy njerëzve se Bolino mos harro. Cili është Bolino? Tani nuk po flas më për te, por akti që ka bërë ndaj Babaramos është një fyrje e rëndë për të gjithë, absolutisht. Dhe ai do përgjigjet për këtë para opinionit publik shqiptar, si një super mafioz, që për hir të favoreve që kanë nga Edi Rama, pse ai shtron një pyetje, çfarë tha ai? Na thoni çfarë qëndron nga veprat e Edi Ramës. Kaq tha. Prandaj është larguar. Si gazetare Report TV këtu, ndjej detyrimin të eseroj të gjë. Ti edhe gazetare e mirë, mos bëj avokatinë e Bolinos se nuk ja del dot. Nuk ka nevojë Bolino për t'i bërë unë avokatin. Prit, zonja Maloku, jo ti, po sikur gjithë avokatët e botës të mlidhen atë nuk e mbrojnë dot. Është i pambrojtshëm. Faleminderit. Dhe as nuk ma ka